Një tjetër projekt i filluar në muajin nëntor për rikonstruksionin në total të pallatit 1300 çole, i cili u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit 2019, duke u konsideruar i pabanueshëm, është pezulluar. Sipas banorëve, është i treti projekt që pezullohet, me dy të parët, të cilët kanë patur të njëjtin fat. Edhe i treti projekt, për realizimin e të cilit kanë nisur punimet, banorët thonë se ato nuk kanë vazhduar mëtej, teksa penges është bërë shpronësimi i një prone private. Sipas tyre, punimet që janë kryer deri më tani janë vërtet minimale. Madje si rrjedhoi e projektit, janë hapur kanalizimet, teksa ujërat e zeza kanë filluar të dalin në sipërfaqe. Kanalizime këto të lëna të hapura, duke u kthyer në këtë mënyrë në një burim dotje. Në pallatin 1300 është vendosur edhe një tabel e cila thos se projekti përfundon brenda 3 muajve. Afat ky që sipas banorëve tashmë ka përfunduar, por megjithëse projekti duhet të kishte mbaruar në total, aty nuk janë kryer ende as 10% e punimeve. Nuk po bëhet asgjë. Vin këtu, punoj 10 ditë, ikin në rreth 1 muaj. A kjo është për bërë deri 3 muaj do të kishte mbaruar punimet. I bën një firmë fjerake. Jo, ka nisur. Ka nisur që në dhjetor, edhe mos themi përpara. Duhet të kishte mbaruar me kohë. Është udhë një fondi 100.000. Pastaj bën 170. Se ku vjen këto lek, ai pruri 10 konstruksion metalik, i bëri, po nuk i betonoi. I la të hapura. Ai i zoti shtëpisë e preu prap. Edhe filloi prap nga e para. Po momentalisht punohet në pallat? Unë vata 1 muaj, 2 muaj që nuk po shkojnë të punojnë, vetëm vinë edhe ikin. I kanë ndërprerë punimet? I kanë ndërprerë, sepse duan të prishin atë të katën e parë atje. Që ka prishur, ai ka prishur 3 faqe, po çfarë 1, 2, 3. Pallati është i dëmtuar aktualisht? Është i dëmtuar shumë. Për shembull, unë ka 5. Para 5 vjetësh më hapën solatinat. Ça bide jashtë, më bide se uri ka 5. Ça bide poshtë. Ka vënë legera. Erdhe me djalin tim, se ju e njihni djalin tim, edhe e betonoi, e shçam. E betonum e bëm me asfalt. Ke frikë kur i në shtëpi? Kam ndjekur gjithë fëmijët, asnjë fëmijë nuk pranojnë shtëpi. Vetëm unë gruaja që e kemi marrë parasysh çdo gjë, dhe po të bëri pallati, pak të jemi ne, jo fëmijët tanë. Vin fëmijët e i ndjekim, mos ri këtu. Kërkuar që të vazhdojnë punimet apo? Kemi 15 vjeta, 18 vjet që e kërkojmë. Ka bërë shumë demarshe për të rregulluar pallatin, po s'po bëhet asnjë gjë. Sepse defekti ka ngelur për prishje e dyqanit. Nuk po bëhet prishje e dyqanit. Ke shpresë do përfundohet, do rregullohet ndonjë? Ku me këto që po bëhet nuk ka shpresë fare. Faleminderit shumë. Me këto që po ndodhin. Kënaqësi e madhe. Edhe jemi në siklet madh, nuk po na i varaz. Tani ato punimet janë ndërprerë. Sa vakt që janë ndërprerë? Po, vetëm më shumë se 1 muaj. Nuk punon asnjë? Asnjë fare. Po pse? Nuk përgjigjet telefon, nuk e di. Po pse? Çfarë ka? E din ata të bashkisë se çfarë kanë. Ne jemi duke ndënjur gjithmonë në dispozicion të tyre, duke u thënë gjithmonë që na mbaroni punë, sepse pucetat mrapa janë me fekale. Domethënë kanë lënë kanalizimet të hapura. Po, kanalizimet janë të hapura. Poshtë bodrumet i ke plot me ujë, u pastruan, u mbushën prap nga e para, nuk e di tani se si do vazhdoj puna. E kanë bërë thosë edhe më keq situatën. Mbrapa është bërë më keq, normale. Edhe pas shpinës tënde shkojnë prap. Po, dhe aty ka goxha. Tani po presim nga ajo zyra e shpronësimit të Tiranës, në Tiranë që të bëhet komplet shpronësimi i lokalit për ta prishur lokalin. Sepse po su prish lokalin nuk bëhen punimet. Po presim vetëm atë, shikojmë. Ajo është bërë është bërë rivlerësimi, po, është bërë pengesë shumë e madhe, ajo ka prishur pallatin të tërë, jo është bërë pengesë. Po ajo ka ta ndisi pallatin kështu në DS4. Po i pari ishte skandal. Ata që erdhën të parët, ai që e mori firma, që e mori herën e parë, ishte skandal. Ka bërë një beton, as betoni rrugëve nuk bëhej ashtu. Që ne gratë që e ndaluam i dolën përpara dhe u tham stop, se këtu nuk punohet me këtë lloj pune. Po hoqën sepse ai donte të bënte fasadën pa bërë muret. Ne duam muret o vlla, se po na bie shtëpia. S'kemi. Ke frikë? Po si s'kemi frikë, themi në darkë shqyr që u gdhim në mëngjes. Si s'ke frikë. Tani të shikojmë, kemi shpresë që të rregullohet, po se kur do rregullohet nuk e dim. Kemi ngelur kështu në ajër. Një tabele cila është kapur me disa dërasa dhe gozhd në muret e pallatit tregon edhe seriozitetin e punimeve. Në të gjithashtu tregohet afati punës, më saktësisht
jepen 3 muaj, por pa një datë fillimi dhe një datë mbarimi. Në tabel nuk ka madje asnjë vlerë të përcaktuar mbi koston e realizimit të projektit apo datën përfundimtare të punimeve, çka tregon edhe më tej seriozitetin e këtij projekti.